Mendoj që SPAK bëri një, jam dakord me këtë që tha Çimi kë më fal, që tha Lenci, që gjyqtarët, prokurorët marrin vendime të ndryshme. Po Berisha ka i shprehur për këtë rast se thotë mendimi evolon. Mos vallë ka filluar të evolojë mendimi i tyre, që ndryshe vendosën para një viti, ndryshe vendosën tani. Unë se kuptoj pse SPAK-u nuk i drejtua direkt parlamentit. Dhe mund t'i çonte me mas më ekstreme, mund t'i shkonte me arrest shtëpie, minimumi, me arrest shtëpie. Dhe i drejtoi parlamentit dhe aty le të aliten der Ramës. Pra, pse në rastin konkret e mori zonjën Balluku, ja komunikoi faktin që është marrë e pa ndehur, e la një muaj pa mas sigurie, më ka thënë mas sigurie direkt. Ata e la pa mas sigurie dhe mbas një muaj kaloi te pezullimi. Ndërkohë procedura në të gjitha rastet e drejtanishme dhe përcaktuar nga ligji është e qartë, drejtoi u kuvendit dhe lëri nder atij. Tani kjo iku në momentin kur gjykata kushtetuese jep të vetë, pra gjykata kushtetuese ka pezulluar një nga masa, se janë dy masa. Njëra është pezullimi, tjetra është pasaporta. Pra praktikisht ne sot kemi një zëvendës kryeministre ose numrin 2 qeverisë që nuk e kalon dot qafën e famës. Deri aty e ka takatën dhe kthehet dëm prejën se duhet të ketë mbrapsht sepse e ka të bllokuar pasaportën. Tani, pra masa e dytë penale, thash ka ngjerë fuqi. Kush e pengonte sot ditë e hënë? Kreun në largim të SPAK-ut zoti Dumani, ndaç kreun që po vjen në detyrë zotin Braho, që sot të firmosin një kërkesë tjetër dhe të dërgoni komisioni pandate në kuvend dhe të thoshim, zotri, po duam të mas sigurie sepse kjo na shkakton të dëm, sepse ajo e shkakton atë dëm. Duke e kthyer në detyrë tjetër, vetëm ai linja kanadase thotë mandi që kanadezët, e firmosin me Berlindën në i bjen këmbës. Pra, vetëm ajo përbën prap një element tjetër, një indicie për një përshëndim tjetër penal. Jo